Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gen Seko, nënvizoi se teknologjia dhe analizat e dhënave po përdoren gjithmonë më shumë edhe në politikën monetare dhe stabilitetin financiar të vendit tonë. Inovacioni dhe dia sipas tij janë kyçe për një ekonomi më konkurruese. Shqipëria po vijon punën për modernizimin e mëtejshëm të sistemit të pagesave. Në konferencën ndërkombëtare për ekonominë, biznesin, inovacionin dhe teknologjinë, guvernatori i Bankës Qendrore u shpreh se transformimi digjital është kthyer në një objektiv strategjik që po ndikon drejt për drejt në mënyrën se si funksionon sistemi financiar i vendit. Një nga arritjet më domethënëse të kohëve të fundit ishte integrimi i Shqipërisë në trekun unik të pagesave në euro SEPA, ndërsa po punohet edhe për projekte të tjera. Paralelisht po punojmë me partnerët tanë ndërkombëtar për modernizimin e sistemeve të pagesave brenda vendit, për të mundësuar pagesat të menjëhershme digjitale 24 orë në 7 ditë të javës, për të nxitur përdorimin e pagesave elektronike, për të reduktuar përdorimin e paras fizike cash dhe për të forcuar konkurrencën dhe inovacionin në tregun financiar. Sipas guvernatorit, përmes inovacionit dhe investimit në dije mund të ndërtojmë një ekonomi më konkurruese dhe më elastike. Inovacioni nuk kufizohet vetëm tek digitalizimi i pagesave apo produktet e reja financiare, por ai ndikon dhe mënyrën se si hartohet dhe zbatohet politika monetare dhe si monitorohet stabiliteti financiar i vendit. Në Bankën e Shqipërisë aktualisht po aplikojmë modele të përparuara për parashikimin e inflacionit, po përdorim analizat të dhënave për vlerësimin e rreziqeve në sistemin financiar, po digitalizojmë mënyrën e marrjes së statistikave dhe të mbledhjes së të dhënave, si dhe po forcojmë transparencën përmes mjeteve të reja të komunikimit publik. Ai tha se kur transformimi teknologjik po zhvillohet me ritme të jashtëzakonshme, vendet kanë nevojë për strategji të reja zhvillimi, që ndërthurin dijen, inovacionin dhe teknologjinë me politikat publike dhe zhvillimin e kapitalit njerëzor. Konsumi dhe pagat kanë bërë që të ardhurat tatimore të rriten në mënyrë progresive që nga muaji maj i këtij viti të dhënat e tatimeve tregojnë se vetëm për gjatë nëntorit janë argëtuar 360 milion euro. Administrata tatimore vijon performancën pozitive sa i takon rritjes së të ardhurave në buxhetin e shtetit. Në muajin nëntor, të ardhurat nga tatimet regjistrohen në 36 miliard lek apo rreth 360 milion euro, duke ka përcyer me rreth 12.3% në raport me të njëjtin muaj të një viti më parë. Rritja regjistrohet në 4 miliard lek apo 40 milion euro në raport me nëntor 2024, ndërsa në raport me planin ka një rritje prej 590 milion lekësh apo 1.7% më shumë. Kjo shifër ka vijuar në trendin pozitiv të muajve të verës, ku pavarësisht faktit se sezoni veror dhe efekti turizm masiv nuk është më prezent, sërish tregon konsum të lartë, duke qenë se peshën kryesore në të ardhura dhe në rritje zë tatimin mbi vlerën e shtuar. Në 11 mujor tatimet kanë mbledhur 250 miliard lek në total, me një rritje të konsiderueshme në raport me janar-nëntor 2024, prej 43 miliard lekësh. Të ardhurat tatimore përfshin të ardhurat nga TVSH neto në vend, tatimin mbi fitimin, tatimin mbi të ardhurat personale, taksat nacionale, të cilat kanë pasur performancë pozitive për gjatë gjithë vitit. Faktorët kryesor të rritjes së të ardhurave lidhen me rritjen ekonomike, aktivitetin më të lartë të biznesit dhe konsumin e shtuar, çka është reflektuar në TVSH-n e brendshme dhe tatimin mbi fitimin. Tatimi mbi të ardhurat personale është një tjetër zë me peshë të konsiderueshme në të ardhurat tatimore, i cili reflekton pagat e rritura të administratës dhe të sektorit privat, si dhe efektet pozitive që ka dhënë reforma anti-informalitet në këtë drejtim. Fushata për faturimin elektronik dhe kontrollet e shumta në terren duket se ka dhënë kontribut në formalizimin dhe rritjen e të hyrave tatimore. Po ashtu deklarimi dhe pagesa e detyrimit të divas nga të punësuarit në vend duket se kanë ndikuar në këtë performancë. Bizneset shqiptare po kërkojnë që pushteti vendor të ecë më shpejt drejt digitalizimit, por nga ana tjetër bashkitë ende nuk kanë kapacitetet dhe strategjitë e nevojshme për ta bërë këtë proces efektiv. Procesi digitalizimit në nivel vendor shihet nga komuniteti i biznesit si një domosdoshmëri për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve publike dhe për të ulur barrën administrative. Megjithatë, sipas perceptimeve të vetë bizneseve, bashkitë ende nuk po e trajtojnë sektorin privat si një aktor strategjik në zhvillimin lokal. Gjatë analizës së strategjive dhe dokumenteve të njësisë së vetë qeverisjes vendore, vihet re mungesa e treguesve të performancës që matin cilësinë e shërbimeve të ofruara për biznesin,
pavarësisht se kontributi financiar i tij është i konsiderueshëm. Sipas raportit zyrtar të Këshillit të Investimeve për vlerësimin e bashkive, bashkitë me densitet të ulët biznesi mbështeten më shumë tek ndihma ekonomike, ndërsa të ardhurat nga biznesi, veçanërisht nga taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja, përbëjnë 54.7% të taksave lokale, duke u shndërruar në një burim të rëndësishëm për zhvillimin ekonomiko-social, sipas dokumentit të Këshillit të Investimeve. Bizneset shprehin se digitalizimi mund të jetë një instrument lehtësues, ashtu siç ka ndodhur me shërbimet e digitalizuara në nivel qendror, por mbeten të rezervuara për efektivitetin e tij aktual në pushtetin vendor. Sipas tyre, administrata vendore ende nuk ka kapacitetet profesionale dhe institucionale që të garantojnë një kalim të qetë drejt shërbimeve digjitale. Megjithëse shumica e bizneseve mbështetin zgjerimin e shërbimeve online, 47% e tyre vijojnë të preferojnë sportelet fizike. Kërkesa për ndërveprim fizik mbetet e lartë, duke reflektuar nevojën për një fazë tranzicionit të mirë menaxhuar. Bizneset propozojnë ngritjen e zyrave fizike të dedikuara që do të funksiononin si pika asistence për përdorimin e sistemeve të reja dhe për zgjidhjen e problematikave teknike. Në gjetjet e Këshillit të Investimeve thuhet se digitalizimi do të kishte ndikim pozitiv të drejtpërdrejt në uljen e kostove, të kohës së humbur dhe të burokracive. Në përfundim, bizneset kërkojnë nga bashkitë një angazhim më strategjik, rritje të kapaciteteve administrative dhe një proces digitalizimi të vendosur, por të matur dhe gradual, që të shmang gabimet në rinxhinierimin e shërbimeve dhe të garantojë një përmirësim real të cilësisë së shërbimeve publike. Me rritjen e numrit të vizitorëve në Shqipëri, guida turistike po bëhen thelbësore për organizimin, sigurinë dhe informacionin e saktë për turistët. Operatori Arber Ndreu thotë se mungon koordinimi dhe duhen iniciativa nga shteti shqiptar. Teksa Shqipëria po përjeton një rritje të fortë të vizitorëve dhe destinacionet kryesore po përjetojnë fluks të lartë, rëndësia e guidave turistike del më shumë se kurrë në pah. Ato nuk janë thjesht shoqëruese të grupeve, por një element që garanton organizim, siguri dhe informacion të saktë. Operatori turistik Arber Ndreu tregon se pavarësisht numrit të lartë të guidave në vend, ka mungesë organizimi. Tani ne si numër kemi një numër shumë të lartë të pjesës e guidave turistike, kryesisht licencuar, por ajo që unë shpeshherë e theksoj, se është shumë rëndësishme, është që guidat, ne kemi guida shumë profesionistë në vendin tonë, kryesisht guidat lokale, nëse ne duam të bëjmë një tur edhe në pjesë të cilat ekspozohen shpeshherë edhe nga portalet shtetërore apo turistike, ne duhet kemi shumë guida të mirë organizuara, sidomos ato lokalet, por edhe kombëtarë, sidomos edhe në vendin tonë, shpeshherë në pikat ku vinë pjesa më e madhe e turistëve, ashtu siç ndodh edhe jashtë, ne duhet kemi një pjesë mirë tyre, kryesisht tek qendra e qytetit, ndoshta në pika kyçit, që është rruga Elbasanit, apo shpeshherë edhe në Rinas, për të patur mundësi që çdo turist të jetë sa më komod. Sipas Ndreut, shteti duhet të ndërmarrë iniciativa për t'i ofruar turistëve një eksperiencë më të mirë. Që nuk duhet të rritë turizmi vetëm në pjesën makro, thjesht e pjesa festave ku do kalojnë pushimet e tjerë, duhet të fokusohet pjesë e mirë tek elementa apo njerëzit që punojnë për turizmin. Dhe guidat turistike janë pika më kryesore, sepse ata janë kontakt i parë me turistin, me grupet turistike, edhe në mënyrën se si ata përcjellin vendin tonë tek huajt. Kështu që duhet qenë se është një ndër pikat më të rëndësishme për një tur turistik, mirë është që pjesa më madhe e tyre të mbështeten nga shteti, qoftë edhe me paga, pjesa më madhe e tyre, një numër jo shumë të lartë, për aq sa ne kemi nevojë. Po më tepër një pjesë e mirë këtyre guidave do kishin edhe si motiv për të rritë të cilat e duan këtë profesion. Ka shumë kërkesa më të ndërtuara, sidomos të kohët e fundit, duke parë edhe jashtë ose kjo pjesa e friturave që zhvillohet edhe jashtë, pjesë e mirë e tyre. Sipas operatorëve turistik, edhe hotelet duhet të kenë guidat e tyre. Tarifat e ujit të pijshëm duhet të mbulojnë plotësisht koston e operimit dhe mirëmbajtjes. Enti regulator i ujit kërkon nga shoqëritë e ujësillës kanalizimeve që të angazhojnë për forcimin e stabilitetit financiar të tyre. Enti regulatori i ujit ka miratuar modelin dhe udhëzuesin e ri të planit të biznesit 5 vjeçar për të gjitha shoqëritë e ujësillës kanalizimeve, një dokument që përcakton qartë se tarifat e ujit duhet të mbulojnë 100% të kostove të operimit dhe mirëmbajtjes. Metodologjia e re synon të forcojë stabilitetin financiar të shoqërive dhe të rrisë transparencën në procesin e vendosjes së tarifave, teksa pritet të sjellë rritje tarifash për një sër kompanish.
Ndërkohë, të dhënat e fundit të entit regulator të ujit tregojnë se në vitin 2024 shoqëritë arritën të mbulojnë 107% të kostove të operimit dhe mirëmbajtjes, një përmirësim i dukshëm krahasuar me vitin 2023. Megjithatë, vetëm 5 nga 17 shoqëri arritën të mbulojnë mbi 100% të kostove, ndërsa 12 shoqëri të tjera vazhdojnë të varen nga subvencionet e qeverisë për të qëndruar financiarisht funksionale. Problemet më të mëdha lidhen me borxhet e trashëguara, mungesën e stafit të kualifikuar dhe dokumentacionin financiar të pasakt. ERU nënvizon se përmirësimi i gjendjes financiare kërkon gjithashtu unifikimin e tarifave brenda secilës zonë të shërbimit, një proces që për disa shoqëri është i realizueshëm menjëherë, pasi tarifat ekzistuese janë të përafërta. Megjithatë, rritjet e tarifave nuk mund të aplikohen një lloj kudo. Shembuj të tillë janë shoqëritë rajonale të Durrësit dhe Korçës, ku diferencat e trashëguara tarifore janë shumë të larta. Në këto raste, ERU parashikon se një tarifë unike e menjëhershme do sillte rritje të fortë të faturave për një pjesë të konsumatorëve, duke rrezikuar dhe uljen e normës së arkëtimit për shkak të refuzimit të pagesave. Për këtë arsye, regulatori rekomandon që unifikimi i tarifave të bëhet gradualisht, duke vlerësuar situatën konkrete të çdo shoqërie dhe ndikimin real tek konsumatorët. Rreth 202 pasuri private preken nga ndërtimi i segmentit Kashar-Vraqar pjesë e bypassit të Tiranës, duke vënë në jetë planin që do të shpronsohen për të japur rrugën zbatimit të këtij projekti. Ndërtimi i bypassit të Tiranës po avancon me shpronsimet e pronarëve që preken nga ky projekt. Agjencia Shtetërore e Shpronsimit ka shpallur kërkesën për shpronsim për interes publik të 202 pasurive që preken nga ndërtimi i segmentit Kashar-Vraqar, pjesë e bypassit të Tiranës. Vlera totale paraprake e shpronsimit llogaritet në 126.2 milion lek. Ky proces i hap rrugën realizimit të 2 loteve të segmentit Kashar-Vraqar që përbëjnë 8.5 kilometra të bypassit të Tiranës. Autoriteti rrugor shqiptar nënshkroi kontratat për 2 lotet në shtator të këtij viti. Për lotin 1, kontrata është firmosur me kompaninë 4AM dhe ka një vlerë prej 3.15 miliard lekësh, ndërsa për lotin 2 kontrata është nënshkruar me Bashkimin e Operatorëve Elmaza e Konstruksion dhe INC Spa me një vlerë prej 2.73 miliard lekësh. Së bashku 2 lotet arrin një kosto totale prej 5.9 miliard lekësh me TVSH. Segmenti Kashar-Vraqar është pjesë kyçe e bypassit të Tiranës, i cili ka një gjatësi totale prej 21.6 kilometra dhe synon të devijojë trafikun tranzit jashtë kryeqytetit, duke lidhur autostradën Durrës-Tiranë me atë Tiranë-Elbasan. Përveç rëndësisë për lëvizjen, projekti pritet të sjellë ndikime pozitive mjedisore dhe urbane, reduktimin e ndotjes së ajrit, uljen e trafikut në arterjet kryesore të Tiranës dhe rritjen e sigurisë rrugore. Për këtë projekt për vitin 2026, në buxhet është parashikuar një financim prej gati 2.2 miliard lek, ndërsa është përfshirë si zë buxhetor për herë të parë edhe loti 3, teksa nisja e financimit parashikohet në vitin 2027. Protestat e fermerëve grek kanë sjellë probleme në transportin e njerëzve, por edhe të mallrave mes Shqipërisë dhe Greqisë, ndërkohë që policia e Janinës ka njoftuar për një tjetër bllokim në mbrëmjen e kësaj të shtunë. Aksi rrugor Kakavi-Janin do të mbyllet sërish mbrëmjen e së shtunës nga ora 19 deri në 22 me orën greke për shkak të protestave të fermerëve në vendin fqinj. Policia e Gjirokastrës bën me dije se do të lejohet vetëm qarkullimi i mjeteve për emergjenca shëndetësore. Pala greke ka njoftuar autoritetet doganore në Kakavi për mbylljen e aksit në këtë fashë orare. Në njoftim thuhet: Policia kufitare Kakavi, nëpërmjet qendrës së përbashkët të shkëmbimit të informacionit Kakavi, është njoftuar nga policia kufitare greke se ditën e sotme, nga ora 19 deri në orën 22 me orën greke, aksi rrugor Kakavi-Janin në kryqëzimin e fshatit Kallpaq do të jetë i bllokuar për shkak të protestës që do të zhvillojnë fermerët. Do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet që do të kenë emergjenca shëndetësore. Policia kufitare e Kakavi kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe sugjeron planifikimin e udhëtimeve me automjete në orare të tjera të ditës. Greqia është paralizuar prej ditësh nga protestat e fermerëve, të cilët kanë bllokuar akset kombëtare për vonesat me dhënien e subvencioneve të BE-s pas një skandali korrupsioni. Ata janë të vendosur të vazhdojnë dhe të intensifikojnë protestat e tyre nëse kërkesat nuk u plotësojnë nga qeveria. Ministrat Blendi Gondja dhe Andis Salla kanë qenë në ditën kulturore të arbreshve që është mbajtur në Vatikan. Në kuadër të këtij aktiviteti organizua edhe një panair i prodhimeve shqiptare, por edhe atyre arbreshe.
Në Vatikan është nderuar dhe promovuar trashëgimit të çmuar arbëreshe me ditën kulturore të arbëreshve, një nisëm e përfaqësisë shqiptare pranë Selisë së Shenjtë dhe urdhrit sovran ushtarak të Maltës. Mes shumë kryebashkiakëve të zonave ku jetojnë komunitetet arbëreshe në Itali, konsujve, ambasadorëve dhe studiuesve në këtë aktivitet kanë marrë pjesë edhe Ministri Shqiptar i Turizmit e Kulturës, Blendi Gonxha, dhe Ministri i Bujqësisë, Andis Salla, që janë bërë pjesë e promovimit të trashëgimisë të çmuar arbëreshe, një ndër dëshmitë më të forta të rezistencës, identitetit të kontributit shqiptar në hapësirën europiane. Ministri Gonxha me një postim në rrjetet sociale ka bërë të ditur se, me projekte të reja kulturore si Qendra Kulturore Shqiptare në Itali, dosieri për motin e madh të arbëreshve në UNESCO dhe krijimi i Muzeut Kombëtar Arbëresh, Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit po vijon punën për forcimin e urave të kujtesës, bashkëpunimit dhe së ardhmes për të promovuar kulturën shqiptare dhe për të rritur praninë tonë kulturore në arenën ndërkombëtare. Së bashku në këtë mision fisnik, ruajtjen dhe pasurimin e trashëgimisë son si pjesë e pandare e identitetit europian, ndërsa Ministri i Bujqësisë Andis Salla tha në fjalën e tij në aktivitet se arbëreshët mbeten një prej dëshmive më të forta të identitetit shqiptar që është integruar plotësisht në zemër të Europës, pa humbur rrënjët e veta. Në kuadër të aktivitetit u organizua edhe një panair i prodhimeve shqiptare dhe arbëreshe, ku morën pjesë rreth 25 kompani nga Shqipëria, kryesisht prodhues të vaj të ullirit, verave, bimëve mjekësore dhe produkteve të tjera tradicionale. Ministri Salla theksoi se ky panair përfaqëson një mundësi të çmuar për krijimin e partneriteteve të reja të biznesit dhe për promovimin e produkteve shqiptare në tregjet ndërkombëtare. Ai vuri në dukje potencialin e lartë të bashkëpunimit ekonomik në sektor si vreshtaria, ullishtaria, blegtoria, agroturizmi dhe gastronomia dhe nënvizoi angazhimin e qeverisë shqiptare për forcimin e marrëdhënieve me komunitetet arbëreshe dhe zgjerimin e bashkëpunimit institucional në funksion të zhvillimit rural dhe promovimit të identitetit të përbashkët kulturor. Kryeministri i vendit Edi Rama ka qenë i pranishëm në 10 vjetorin e themelimit të nismës fundjavë ndryshe, një iniciativë që i quajti një palestër të shpresës, por edhe të bamirësisë. Në përvjetorin e 10 të themelimit të fundjavë ndryshe, një iniciativë e lindur si nismë thjesht vullnetare që u shndrua në simbol të humanizmit dhe solidaritetit, u zhvillua ceremonia përkujtimore, e cila këtë vit përkon edhe me ditën ndërkombëtare të vullnetarizmit, 5 dhjetorin. Në ceremoni ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, i cili përshëndeti të pranishmit me një fjalë. Ajo që ndodh me këtë fondacion dhe ajo që ndodh në tërësi kur njerëzit organizohen dhe bëjmë bashkë në këtë mënyrë është ndërtimi i zakoneve të zemrës. Dhe natyrisht që mes tyre zakoneve të mbledhura bashkë për të bërë një zakon të një grupi njerëzish, stërvitja e shpresës dhe disiplina e bamirësisë janë 2 zakone që qëndrojnë detyrimisht më lartë se tjerët dhe nga cilët varen të gjithë zakonet e tjera në këtë qasje ndaj tjetrit. Dhe ne jetojmë në një kohë që për i të vërtetës i vëmë provë çdo ditë, çdo sekond mbase që të dyja, edhe shpresën, edhe bamirësinë. Në fjalën e tij, kryeministri Rama përcolli edhe mesazhin që kurrë mos i ndodh askujt që të ketë nevojë për një dorë të shtrirë, por kur askush mos e harroft që ta ushqejë një dorë të shtrirë. Kreu i qeverisë e quajti nismën fundjava ndryshe një palestër të shpresës. Martesat në vendin tonë kanë ardhur në rënje të vazhdueshme vitet e fundit, ndërsa divorcet kanë shënuar rritje duke arritur nivelin më të lartë përgjatë vitit 2024. Në vitet e fundit në Shqipëri po vërehet një ndryshim i dukshëm në mënyrën se si njerëzit e ndërtojnë dhe perceptojnë familjen. Numri i martesave ka ardhur në rënje të vazhdueshme, ndërsa divorcet kanë njohur një rritje, duke reflektuar sfida të reja sociale, ekonomike dhe personale me të cilat përballen çiftet.
Sipas të dhënave për periudhën 2020 deri në 2024 nga Instituti i Statistikave, Shqipëria po përballet me një prirje të qartë në ndryshimin e dinamikës së martesave dhe divorceve. Pas një kulmi të përkohshëm rreth vitit 2021, kur u regjistrua një numër më i lartë martesash, vitet që pasuan shënuan rënje progresive. Ky trend u bë edhe më i dukshëm në vitin 2024, i cili u mbyll me nivelin më të ulët të martesave të kësaj periudhe 5-vjeçare. Veçanërisht shqetësues mbetet raporti i divorceve për 100 martesa. Në vitin 2020, për çdo 100 martesa kishte rreth 24 divorce. Ky tregues randjeshëm në 15.8 divorce në vitin 2021, por më pas u rrit sërish në 24.9 në 2022, 23.8 në vitin 2023 dhe arriti në 29.8 divorce për çdo 100 martesa në vitin 2024. Kjo do të thotë se pothuajse 3 nga 10 martesa përfundojnë në divorc. Kjo tendencë është treguesi i ndryshimeve të thella sociale, ekonomike dhe kulturore në shoqëri. Faktorë si emigracioni, vështirësitë financiare, ndryshimi i roleve në familje, si dhe një ndërgjegjësi më i lartë për të drejtat individuale, pritet të kenë ndikuar ndjeshëm në këto shifra. Nëse kjo prirje vazhdon, Shqipëria mund të përballet në të ardhmen me sfida të reja sociale dhe demografike, veçanërisht në lidhje me strukturën e familjes dhe normat e lindshmërisë. Kosova po forcon kapacitetin e saj të mbrojtjes me ndërtimin e një fabrike të parë të municioneve në Gjakov, megjithatë ekspertët paralajmërojnë se kjo nismë mund të shqisë një kërcënim ndaj fqinjve, duke krijuar tensione rajonale. Kosova po ndërmerr një hap të rëndësishëm për forcimin e mbrojtjes, duke planifikuar ndërtimin e fabrikës së parë të municioneve në vend. Impjanti do të ndërtohet në Jahoc të Gjakovës, me prodhimin e parë të planifikuar për fundin e vitit 2026. Ekspertët amerikanë shohin këtë si një hap të dur për forcimin e sigurisë, por paralelisht ngrihen edhe pyetje mbi kapacitetet reale të Kosovës, sfida teknike dhe implikimet rajonale që mund të sjellë kjo nismë. Një ish kolonel i ushtrisë amerikane është shprehur se një nga aspektet pozitive për Kosovën është marrëdhënia e ngushtë dhe bashkëpunimi i vazhdueshëm me aleatët fal pranisë shumë vjeçare të misionit të NATO-s dhe KFOR-it. Kosova e ka diskutuar këtë nismë veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar, dy nga aleatët e saj më të afërt të cilët e mbështesin nismën, ka thënë ai. Shumë ekspertë të tjerë pajtojnë se është logjike që një shtet i vogël të përpiqet të forcojë sigurinë e vet, por paralajmërojnë se këto veprime mund të perceptohen si kërcënim ndaj fqinjve. Kjo nuk do të ndryshojë dinamikat e sigurisë në Ballkan, por mund të ushqejë narrativat, të japë një element shtesë propagandës dhe diskurseve populiste të presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, theksojnë analistët. Vitet e fundit Kosova ka rritur buxhetin për mbrojtjen dhe së fundi ka pranuar drona dhe pajisje të tjera ushtarake nga prodhues të ndryshëm amerikan. Forca e sigurisë së Kosovës është aktualisht në proces të transformimit në ushtri të rregullt. Deri në fund të këtij procesi, më 2028, FSK pritet të ketë mbi 7500 pjesëtar aktiv dhe rezervistë nga rreth 4000 që ka aktualisht. Greqia po planifikon që të mbledhë rreth 8 miliard euro nga tregjet financiare në vitin 2026 përmes emetimit të obligacioneve. Njëkohësisht vendi do të përdorë rezerva shtetërore për të shlyer 5 miliard euro kredi ndërqeveritare. Greqia pritet të mbledhë rreth 8 miliard euro nga tregjet financiare në vitin 2026. Plani i Agjencisë për Menaxhimin e Borxhit Publik parashikon që nga nevojat e huamarrjes së vendit në 2026, shuma prej rreth 8 miliard eurosh do të mbulohet përmes emetimit të obligacioneve. Këtë vit, shteti grek ka mbledhur rreth 7.5 miliard euro nga tregjet. Në 2026, siç tregojnë të dhënat e buxhetit shtetëror, huamarrja neto e shtetit do të arrijë në 13 miliard euro, nga rreth 8 miliard euro këtë vit. Ky zhvillim pasqyron nga njëra anë nevojat më të larta të financimit të parave kesh nga shteti, që parashikohen të arrijnë 30.1 miliard euro në 2026 nga 14.08 miliard euro këtë vit. Në të njëjtën kohë, në 2026, pas lejes që mori në ditët e fundit nga Mekanizmi Evropian i Stabilitetit, vendi do të alokojë rreth 5 miliard euro për shlyerjen e erëshme të kredive ndërqeveritare, pasi qëllimi i qeverisë është që këto kredi të shlyhen deri në vitin 2031. Megjithatë, këto para do të vinë nga ajo që njihet si rezerva e shtetit dhe jo nga huamarrjet të reja. Në 2025 shteti alokoi rreth 8 miliard euro për shlyerjen e hershme të kredive, sipas memorandumit të parë, prej të cilave rreth 5 miliard euro gjithashtu erdhën nga rezerva e shtetit. Për sa i përket programit të huamarrjes së shtetit për vitin e ri, të dhënat e buxhetit tregojnë se huamarrja afatgjat të arrijë në 12.7 miliard euro, nga 11 miliard euro në 2025. Do të ecim me tjera informacione, Bashkimi Evropian shpërson kontrollin ndaj gjurmëve të teknologjisë duke vendosur gjoba ndaj Google, por edhe platformës X. Gjithashtu bloku Evropian ka nisur hetime të reja ndaj platformës Meta.
Plani i Bashkimit Evropian për të lëshuar një kredi dëmshpërblimi për Ukrainën pësoi një pengesë të re të premten pasi Euroclear, kujdestari kryesor i aseteve të palëvizshme ruse, tha se propozimi është shumë i brisht, shumë i paparashikueshëm dhe mund të shkaktojë një eksod të investitorëve të huaj larg eurozonës. Propozimi, siç është aktualisht, ka shumë risi ligjore, tha një zëdhënës i Euroclear. Një inovacion i tillë ngre shumë pyetje. Kemi përshtypjen se ndërtimi i planit është aktualisht shumë i brisht. Euroclear, një depozit qendrore letrave me vlerë me steli në Bruksel, ku mbahet pjesa më e madhe e aseteve ruse. Kjo e bën Belgjikën një faktor kyç në debatin mbi mënyrën e financimit të nevojave buxhetore dhe ushtarake të Kievit. Ndërsa mbështesim objektivin për të ndihmuar Ukrainën, kjo iniciativë mund të ketë rreziqe ligjore, financiare dhe reputacionale shumë të mëdha për Euroclear, Belgjikën, Bashkimin Evropian dhe tregjet e tjera financiare, shtoi zëdhënësi. Sipas skemës, Komisioni Evropian do të përdorte pasuritë e bllokuara të Bankës Qendrore Ruse për të krijuar një linjë kredie me interes zero për Ukrainën. Kievi do të kërkojë të paguante yuan vetëm pasi Moska të pranonte kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga lufta. Analistët sugjerojnë se mundësitë që Rusia të pranojë ndonjëherë të paguajë dëmshpërblimin për fshirjen e saj janë pothuajse zero. BE synon të mbulojnë 90 miliardë euro nga hendeku financiar prej 135 miliardë eurosh i Ukrainës për 2 vitet e ardhshme, duke përdorur ato pasuri. Për këtë është i nevojshëm autorizimi i palës belge. Propozimi që nuk ka precedent në historinë moderne është pritur me rezerva të forta nga qeveria belge që prej fillimit. Euroclear gjithashtu shqetësohet se mund të mos ketë likuiditet të nevojshëm për të realizuar kërkesën ndaj Bankës Qendrore Ruse, nëse sanksionet hiqen herët dhe shtetet anëtare nuk arrin të mbledhin 185 miliardë euro në kohën e dur. Kompania Netflix do të blejë studiot dhe njësitë e transmetimit të Bros Discovery për $72 miliardë. Marrëveshja pritet që shoqërohet me shumë polemika pasi fuqizon ndjeshëm pozicionin e Netflix në këtë industri. Netflix do të blejë studio televizive, filmike dhe njësinë e transmetimit të Warner Bros Discovery për $72 miliardë. Kjo marrëveshje jep gigantit të transmetimit kontrollin mbi një prej aseteve më të vjetra dhe më prestigjioze të Hollywoodit. Ky zhvillim përfaqëson një kthes të fortë për Netflix, që para disa vitesh tronditi industrinë e argëtimit, duke ndryshuar mënyrën se si njerëzit shikojnë filma dhe seriale, ndërsa tani po shndrohet vetë në një studio tradicionale. Marrëveshja erdhi pas një betejë disa javore ofertash, në të cilën Netflix ofroi gati $28 për aksion, duke tejkaluar Paramount Skydance, që pritej të ishte fituesi kryesor dhe që kishte bërë disa oferta për të bler Warner Bros Discovery, duke përfshirë kanale televizive që priten të ndahen nga kompania. Netflix, që është fokusuar për një dekadë në prodhime origjinale si Stranger Things, Bridgerton dhe filma si K-pop Demon Hunters, do të fitojë akses në arkivin gjigant të Warner Bros, të ndërtuar gjatë një shekulli. Kjo përfshin prodhimet ikonike si Game of Thrones dhe Harry Potter, por edhe superheronjtë e DC Comics, mes tyre Batman dhe Superman. Megjithatë, marrëveshja pritet të përballet me kontrolle të rrepta në Evropë dhe SBA, pasi Netflix, platforma më e madhe transmetimi në botë, do të zotrojë një konkurrent që mbështet HBO Max dhe ka gati 130 milion abonent. Do të ketë rezistencë nga një pjesë e Hollywoodit dhe sindikatat, thonë analistët. Presidenti Amerikan Donald Trump është nderuar me çmimin e ri të paqes nga FIFA për rolin e tij në ndalimin e konflikteve globale. Ceremonia u zhvillua përgjatë hedhjes së shortit për Kupën e Botës 2026. Presidenti Amerikan Donald Trump është bërë personi i parë që ka pranuar çmimin e ri të paqes nga FIFA gjatë hedhjes së shortit për Kupën e Botës 2026. Gjatë prezantimit, FIFA tha se Trump ka sjellë paqe në shumë vende të botës, ka arritur armëpushime dhe ka shtyrë përpara procese diplomatike. Udhëheqësi amerikan u shpreh se ka ndaluar 8 luftra, duke përfshirë një konflikt mes Kosovës dhe Serbisë. Gianni Infantino, kreu i organizatës botërore të futbollit, ja ndau çmimin Trump gjatë një ceremonie në qendrën Kennedy në Washington. Është vërtet një nga nderet më të mëdha të jetës time. Ne shpëtuam miliona jetë. Për shembull në Kongo, më shumë se 10 milion njerëz vdiqën. Gjithashtu ndaluam luftën mes Indisë dhe Pakistanit. Bota është një vend më i sigurt tani. SBA një vit më parë nuk ishte në situatë aq të mirë, u shpreh Trump. Infantino deklaroi se Trumpi e fitoi këtë çmim për shkak të veprimeve të jashtëzakonshme për të promovuar paqen dhe unitetin në mbar botën. FIFA njoftoi në nëntor se do të ndante këtë çmim vjetor për të vlerësuar njerëzit që sjellin shpresë për brezat e rinj. Presidenti amerikan disa herë ka thënë se meriton të fitojë çmimin Nobel për paqe, për shkak të rolit të tij në ndaljen e 8 konflikteve gjatë këtij viti, duke përfshirë edhe arritjen e armëpushimit në Gaza. Megjithatë, Nobelin për paqe këtë vit e fitoi udhëheqësja opozitare e Venezuelës, Marina Corina Machado. Udhëheqësi amerikan ka vendosur në qendër të mandatit të dytë presidencial organizimin e Kupës së Botës. Eventi do të mbahet verën e ardhshme në SBA, Kanada dhe Meksik.
Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Këtu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.